Ndëruar xhamatli, jemi me një sure të begat të Zotit te bareke ve teala, e cila I ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë. Është nga surët me ajete të shkurtra me përmbajtje të mëdha. Dhe nga vlerat e kësaj sureje përmendëm është ajo që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, se pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve ndali një shok të tij, I cili quaj Ubej ibn Ka'b radhiyallahu an. Ubej ibn Ka'b radhiyallahu an, I cili e njefte mirë Kur'anin e Zotit xhelel xhelaluhu, e lexonte shumë Kur'anin Allahu te bareke ve teala. E ndali këtë shok dhe I tha: O Ubej, Allahum ka than ty me ta lexu këtë sure: Lem yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Nuk ka qenë mundur që I thartë e librit dhe paganët të ndahen nga devijimi, nga shirku, nga kufri, derisa t'ju vjen argumenti. Ubej e kupton të Kur'anin se ishte gjuha e tij, e kupton të ai është prej mufesirave, prej komentatorëve, por ai u ndal me një sen tjetër, të cilën dëshirojmë ta theksojmë këtu për s'dyti. Dhe ajo është se Ubej çka I tha: Ja Rasulullah, o I dërguari I Allahut, o I dërguari I Allahut, wa qad sammani lak, ama ka përmend Allahu emrin? Shiko Ubej ibn Ka'bi se sa shpejt reagoi dhe e pa vlerën ku është. Tha: ma ka përmend Allahu emrin? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: Naam, po. Kjo vlerë e madhe, çka argumenton? Se Allahu, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ju çonte selam, me çka ju çonte? Me çka ju çonte? Kur ti I çon dikujt selam, çka I shkruan aty? Fjalët më të mira që takati jot mund të më shkruaj. Kur dikan çka e do, edhe respekton, edhe të ka marrë malli për ta, çka I shkruan flet? Çka I shkruan mesazh? I shkruan fjalë më të mira çka I di. E Allahu xhelel xhelalu kur I çoi selam Ubej ibn Ka'bit nëpërmjet pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, çka I çoi selam? Ta lexoja këtë sure. Pra, te Allahu me çka afrohet njeri? Me Kur'an. Nuk mundesh mu afru te Zoti jot te bareke ve teala me fjalë, me thashëdheme, me muhabete të kota, me mezhlise të kota. Te Allahu njeriu afrohet me librin e tij. Pse e ka zbrit? Pse e ka zbrit Allahu xhelal librin? Që të lexohet fjala e tij. Andaj shiko Ubej ibn Ka'bi çka I tha: Ja Rasulullah, më ka përmend Zoti? Po ku është pjesa më e rëndësishme për neve? Pjesa më e rëndësishme është se te Zoti udhëzimi, drejtimi, afërsia me Allahun ku është? Nëse ti e lexon librin e Allahu xhelalu ala, nëse ti orvatesh prej librit Allahu xhelalu ala me nxjerr udhëzime, nëse ti prej librit Allahu te bareke ve teala mundohesh me e gjet çish mu lidh me Zotin tan te bareke ve teala. Kjo është ajo që e kanë përmend dietar nga vlera e kësaj sure. Ndërsa ajetin që neve ngelëm për ta plotësuar, ku thot Allahu te bareke ve teala se I thartë e librit dhe paganët janë përça kur I është dhënë argumenti, kur I ka ardhur pejgamberi. Çka thot Allahu xhelalu ala? Dhe këtë kjo vetëm për një mesele: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata wa dhalika ad-dinul qayyim. Thot Allahu xhelalu ala. Dhe këtë për të cilën ai kemi thirr njerëzit, ju kemi çu mesazh nëpërmjet pejgamberëve, ka qenë vetëm ky mesazh. Ky mesazh I shkurtër. Mirë, po përmbajtja e madhe, përmbajtja e rëndë. Çka thot Allahu xhelalu ala? Prej njerëzve kemi kërkuar veç këtë mesele: me adhuru Zotin, me ju bind Zotit, me e dash Zotin xhelel xhelalu mas shumti, para Zotit mes me çit kërkan. Dhe këtë kjo nëpërmjet pejgamberit Allahu te bareke ve teala. Dhe si me e zbatu këta? Mukhlisine lehuddin, me adhon zemën pastër atina. Mukhlis, arabët I thojnë mukhlis kur s'ka njolla diçka. Kur e merr një petk të bardh edhe s'ka aty as një pikë zez, as një kaft, as bojhini, as I thot mukhlis. Që e thot një petk I pa njolla. Qumshtit I thojnë khalisan. Edhe Allahu xhela ka përmendur në Kur'an se qumshti del nëpërmjet kanalit të urinës dhe kanalit të gjakut, dhe del qumësht I bardh, kristal, pa njolla. A ke pa dë një njoll t'i kishmet
qumshtit, kur piti qumsht, mos tuki ka dal ka gjaki, mos ka me diçka, jo, është khalisan. Çka do të thonë khalisan? Kur s'ka njolla e në zemrën e besimtarit, Allahu s'do njolla, e njolla çka janë? Dashuria për mallin, dashuria për evladin, dashuria për tregun, dëshirat e tua, çejfet e tua, gjithçka çka e nxjerr përpara Zotit xhelel xhelalu quhet njoll. E ndonjëherë kjo njoll trashë, ndonjëherë më e holl, varësisht prej devotshmërisë së njeriu. Pastaj vazhdon Allahu xhelal thot, hunefa. Hunefa çka do të thonë? Hunefa kanë thënë dietar në fet pejgamberëve. Andaj Allahu xhelal kur e ka përshkruajtur Ibrahimin alayhis salam ka thënë hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim alayhis salam është hanif. Çka është hanif? Është laku veç ka Allahu. Ka anu veç ka pala Zoti xhelel xhelalu. Andaj hunefa kanë thënë dietarët larg ortakriz ndaj Zotit xhelel xhelalu. Pra nëse don me dash Zoti dhe me na dash Allahu te bareke ve teala, duhet mi u përvesh ndjekjes pejgamberëve. Veç pejgamberit Allahu te bareke ve teala. Pastaj zbatim, yuqimus salat, e falin namazin. Shiko, meselën më të madhe çka e ka pru Allahu pse i ka dërguar pejgamber, ka thonë yuqimus salat, le ta falin namazin. Nëse nuk falet namazi, na e kemi përsërit, do ta përsërisim ndërsa kemi frim. Pa namaz, pa i ra Allahu në sejdë, me asnjë sen nuk mundesh me shku te Zoti. Mi bot mirat më të mira që ekzistojnë në dunjë. Hiç kërkujt zullon mos mi bë, hiç mos me prek, kërkan me thonin më të vogël. Nëse ti nuk i bë Allahut me ballin sejdë, e ki rreziku kët kapitalin tan. Kët kapitalin tan e ke rreziku. Nga se thirrja e gjithë pejgamberëve ka qenë yuqimus salat, le ta falin namazin. Andaj futet dhe ngulitën shpirtin tan, trunin tan, mendjen ton, se pa namaz nuk shpëtohet te Zoti. Nuk shpëtohet. Dhe në ditë do dalim para Zotit xhelel xhelalu, do të di kujtojmë këtë muhabet që ka përmendur Allahu xhelal në Kur'an. Dhe e dyta, wa yu'tuz zakat, dhe japin pasurinë, zakatin. I pasuri për me dëshmu se e do Zotin, e jep pasurinë, e jep pasurinë. Por çka jep? Por hir të Allahu te bareke ve teala. Dhe kur njëri e nxjerr zakatin, kjo çka argumenton? Vetë ka fituar apo? Halal ka fituar apo? Kur e jep zakatin te fuqara, çka argumenton? Si është bin Zoti xhelel xhelalu. Ai më ka thonë. Unë ndaj se ka thonë ai. Andaj e jep zakatin se e do Zotin e vet te bareke ve teala. Në fund ka thonë Allahu xhelalu ala, wa dhalika ad-dinu al-qayyima. E ta dini se kjo feja e drejtë. Që kjo feja e drejtë. Me adhuru Zotin pa shok, pa artak, pa rival, me fejnë e pejgamberëve, me fal namazin dhe me dhënë zakatin. Kjo feja e drejtë e Zotit te bareke ve teala. Andaj këtë sure e ka zbrit Allahu te bareke ve teala si sqarim dhe kundër përgjigje ndaj çdo kujt i cili nuk e kupton fenë e Zotit te bareke ve teala. Allah i ka vendosur shtyllat dhe kjo ka edhe një pjesë që ne do ta shtyjmë për javën e ardhshme. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti unë xhelel xhelalu na mundson mi u bin Zotit ton te bareke ve teala me trup, me zemër dhe me shpirt. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti unë xhelel xhelalu na mundson që mos të shoqërojna diçka Allahu xhelala me dije dhe pa dije. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith, o Zot, falmi gjunaat çka i di dhe gjunaat çka si di. Ka do gjuna i dina dhe thonë astaghfirullah. Dhe ka dënjar do të më thonë astaghfirullah se diti çka ke bë. Ajo ka zullon po ti nuk e di. Dhe eluspi Allahu te bareke ve teala që Zoti unë xhelel xhelalu na mundson mi ndjek pejgambert Allahu te bareke ve teala në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Eluspi Allahu te bareke ve teala Allahu na ban prej atyre që e falin namazin me respekt, me seriozitet deri në frymën e fundit, dhe ata që kanë pasuri e dajnë pasurinë. Eluspi Allahu te bareke ve teala që Zoti unë xhelel xhelalu na mundson që veprat tona Allahu t'i ban qabul.